Në fushatën për të marrë mandatin e 4, kryeministri Edi Rama po tunci ai mali pasaportën e BE me premtimin se po votuan PS-n, shqiptarët do bëhen shtetas evropian me të drejta të plota brenda vitit 2030. Këtë babloku po e shoqëron edhe me premtimin tjetër se ditën e parë të mbylljes së negociatave në fund të vitit 2027, Shqipëria do fillojë të marrë nga 1 miliard euro çdo vit, para që janë gati në tavolinën e BE-s. Sipas bablokut, këto miliarda do përdoren për mirëqenien e popullit, por që të garantohet nisja e dhënies së çeqeve, kërkohet të votohet PS dhe kryeministri i Shqipërisë të jetë ai. Aq të shfrenuar e ka babloku premtimin për çekun qilim fluturues, sa deklaron se këtë çek e ka negociuar personalisht me shefat e BE-s, por ata nuk do ta japin nëse PS nuk fiton përsëri. Çeku elektoral 1 miliard euro që sipas bablokut do na dhuroj BE-n, na kujton çekun e bardhë që premtoi Sali Berisha në vitin 91, duke përhapur mashtrimin se qeveria e SBA ishte thënë se do ta dhuronte me kushtin që shqiptarët të votonin për Sali Berishën. PD e mori pushtetin më 22 mars 92, por çeku i bardhë nuk erdhi, ndërsa Sali Berisha në vend të tij përsëriti reformën agrare të vitit 1946, duke u dhuruar bujqve kooperativist tokat që u ishin shpronsuar pronarve nga pushteti komunist. Pushteti i Saliut mbylli ndërmarrjet ekonomike, nxori në asistencë punonësit me 60% për 6 muaj dhe i grabiti ato me privatizime për 5 para tek pushtetarët e PD-s dhe miqtë e tyre. Krijoi drejtsinë e re demokratike me kurs 3 mujor, lejoi ndërtimin e getove të banimit dhe kioskat në mes të Tiranës e qyteteve të tjera, dhe në vend të çekut të bardhë, shpiku letrat me vlerë dhe ngriti firmat piramidale me të cilat zhvati shqiptarët, ndërsa Edi Rama shpiku PPP-t, me të cilat janë vjedhur 1.2 miliard euro. Vazhdoi skemën e Sali Berishës për grabitjen e pasurive me kontrata 1 euro, inskenoi grabitjen e tokave në Bregdete e kudo me skemën mafioze investitor strategjik. Në total gjatë 12 viteve pushtet, Edi Rama ka firmosur ligje VKM për grabitjen e 13 miliard euro me PPP e pasuri kombëtare, të cilat u ka dhuruar oligarkëve e trafikantëve, ministrave, klientëve e familjarëve të tij për resorte, komplekse e pallatesh, pullash, vilash, hotele, ferma agroblektorale, ndërsa tani ka nisur grabitjen me ligjin, paketa e maleve. Nëse gjatë 12 viteve sundim të Edi Ramës nuk do ishin vjedhur 10 miliard euro me korrupsion e evazion, siç ka zbuluar KLSH-ja, nuk do ishte nevoja që babloku të bënte fushat me mashtrimin 1 miliard euro, që gjasme do na i dhuroj BE nëse votohet përsëri PS. Vetëm nga dhurimi i tokës dhe falja e taksave për kullat e Alabar në Durrës, shteti u mbet 1.3 miliard euro, ndërsa nga dhurimi i tokave në Bregdet për oligarkë investitor strategjik dhe nga falja e taksave për 35 vite, shteti u mbet 6.5 miliard euro në total. Ja ku janë miliardat që babloku u ka zhvatur shqiptarve e u ka dhuruar oligarkëve, trafikantëve, ministrave, klientëve dhe familjarëve të tyre, ndërsa tani ka dalë para shqiptarëve si Nastradini me premtimin qilim fluturuese po votuan PS-n. BE do fillojë të dhurojë nga 1 miliard euro çdo vit.